Jemi në prag të festës së Kurban Bajramit, një prej ditëve më të rëndësishme në kalendarin islam, e cila na afton drejt reflektimit, solidaritetit dhe përkujdesjes ndaj njëri tjetrit. Me këtë rast zhvilluam një bisedë me Miqsad Muçën, kryetari i shoqatës humanitare Bereqeti, që vepron në kuadër të Bashkësisë Islame në Ulqen, për të mësuar më shumë rreth përgatitjeve për këtë festë të shenjtë. Muça na foli për rëndësinë e 10 ditëve të para të muajit Dhulhixhe, ditë këto të bekuara që përmbyllen me ditën e Arafatit, një nga ditët më të mëdha të vitit për muslimanët. Ai theksoi se këto janë ditë adhurimi, bamirësie dhe afërsie me Zotin dhe njëkohësisht kohë për të qenë më pranë nevojtarëve. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit të Gjithëmshirshmit, Mëshirbërësit. Falenderojmë Zotin e Madh që na ka mundësuar që të arrijmë këto ditë që vërtet nuk janë ditë sikurse ditët të tjera, janë ditë veçanta, ditë gëzimi, dhe festa e Kurban Bajramit është prej festave më madhështore të vitit. Zoti i madhruar nga mëshira vet i ka veçuar disa kohra. E prej kohrave që i ka veçuar Zoti i Madh janë edhe këto ditë e para tash para Kurban Bajramit, që janë ditë e njohura për muslimanët, janë ditë e para të muajit të Dhulhixhe, për cilën edhe Zoti i madhruar është betuar në Kur'an, dhe dim se Zoti nuk betohet përveç se gjëra që kanë vlerë shumë të madhe. Allahu thot pasha 10 netet, e që është për qëllim pra 10 ditë e para të muajit Dhulhixhe, që fillojnë pra nga dita e nesërme, ditën e mërkur deri në ditën e Kurban Bajramit. Këto janë ditë për cilën edhe pejgamberi selam ka thënë nuk ka ditë ku veprat janë më të dashura, punët janë më të dashura tek Zoti se sa puna e mirë, vepra e mirë që punohet në këtë ditë. Pra atë porosia jonë për gjithë besimtarët musliman që këto ditë mundohen me i shfrytzu, sepse edhe disa dietarë të mëdhej këto 10 ditë i kanë krahasu me 10 ditë e fundit të Ramazanit, do të thënë me vlerë shumë të madhe. Andaj nëse lind pyetja e çfarë të veprojmë, çfarë të punojmë në këto ditë, këshilla jonë dhe porosia jonë është që këto ditë ta përkujtojmë Zotin edhe më shumë. E nuk ka dyshim, puna mirë është gjithmonë e mirë, por kur punohet në ditë e veçanta, në muajin e veçantë, që është për muajve i përmendur në Kur'an, shpërblimi është shumë fish më i madh. Për atë, ajo që kërkohet që është mirë në këto ditë, pra ta përkujtojmë Zotin edhe më shumë, ta lusim Zotin për falje, pra të themi sa më shumë shprehjen astaghfirullah, pra mi kërku Zotit falje, sepse janë vepra dhe janë fjalë cilët i don Zoti i Madh. Gjithashtu këto ditë mundohemi edhe me gëzu ndonjë familje, me dhënë mosh, me dhënë sadaka, sepse vlera është shumë më e madhe. Edhe përkujtimi i Zotit gjithmonë ka vlerën e veçantë, mirë po në ditë të veçanta ka vlerën më të veçantë, edhe siç thotë Ibnul Qayyim el-Jauzi, Zoti pas mëshiruar, do të mjaftonte vlera e kujtimit të Allahut Azza wa Jall, që kur ne e kujtojmë Zotin, Zoti ka më na kujtu neve, vetëm kjo si kujtim që ka më na kujtu Zoti, edhe pse shpërblimi është shumë fish hala më i madh. Andaj porosia jonë që të mundohemi këto 10 ditë e para deri në ditën e Kurban Bajramit të shfrytëzojmë sa më shumë, e sidomos edhe një ditë që e kemi edhe më të veçantë, që është një ditë para Kurban Bajramit, që është dita e Arafatit, për me u agjeru ata që gjenden në vendin e vetë, ndërsa ata që gjenden jashtë vendit vetë nuk e kanë, domethënë nuk janë të ngarkuar. Në vazhdën e përkushtimit të tyre humanitar, shoqata Bereqeti këtë vit ka organizuar shpërndarjen e pakove ushqimore për shumë familje në nevojë, me qëllim që edhe ato të ndjejnë gëzimin dhe begatinë e kësaj feste, ashtu si çdo familje muslimane. Muça theksoi se fal mbështetjes së bamirësve është bërë mundur që ndihma të arrijnë tek shumë njerëz, dhe ftoi sërish të gjithë ata që kanë mundësi që mishin e kurbanit ta dorëzojnë për familjet në nevojë, si një akt i pastër i solidaritetit dhe dashurisë për njëri tjetrin. Ne përsëri, domethënë, edhe si çdo herë në festat tona edhe jashtë festave, domethënë Bereqeti, i cili funksionon në kuadër të Mexhlisit Bashkisë Islame të Ulqinit, pra shpërndan paketa ushqimore. Tash në prag të festës së Kurban Bajramit kemi shpërnda, domethënë, rreth 90 paketa ushqimore, duke filluar në qytetin tonë në Ulqin edhe duke përfunduar në anën e malit. Kemi thënë shumë herë që nuk zgjidhet problemi me një paketë ushqimore,
por se thjesht sa do pak me a lehtësu gjendjen familjeve të cilat kanë nevojë. Kjo festa Kurban Bajramit neve gjithashtu duhet ta dim se na kujton edhe një ngjarje shumë madhështore. Ngjarja e sakrificës, ajo se sa është robi i Zotit në gjendje me sakrifiku për Zotin. Për na kujton ngjarjen e Ibrahimit a.s. me birin e vet, me Ismailin a.s. se urdhni i Zotit është më i dashtun se evladi, se fëmia i vet, se çdo gjë e kësaj dunjaje. Atëherë kur shifet sinqeriteti i Ibrahimit a.s. ai zavendësohet në vend djalit vet, zavendësohet me një kurban dhe u pa për sinqeriteti i mikut Allahut azza wa jall, sepse Ibrahimi është edhe mik, edhe kështu i quajt mik i Allahut azza wa jall. Për këtë edhe ne si besimtar duhet t'ia kujtojmë vetes se gjithmonë urdhnat e Zotit duhet të jenë më të dashura në zemrën tona se sa çdo gjë e kësaj dunjaje. Këto ditë do të mundohemi që të realizojmë shpërndajimin e gjitha këtyre paketave ushqimore dhe Zoti inshallah ju lehtëson gjendjen familjeve cilët kanë nevojë. Jemi edhe duke ofruar gjatë ditëve që haxhilerët po nisen për të kryer ritualin e tyre në hax. Kur është nisja atyre dhe si jeni përgatitur për këtë rrugtim? Inshallah nisja e gjithë haxhilerëve do të jetë ditën e premte. Do të nisemi pra nga stacioni i autobusave këtu në Ulqin në ora 10. Dhe kemi një ky udhtim pak vërtet që është një udhtim i veçantë me ndjenja të veçanta, por çka është edhe më veçantë kësaj radhe, nisja do të bëhet nga vendi jon, nga shteti jon, do të jetë pra nisja prej aeroportit të Podgoricës direkt për në Arabinë Saudite për në Xhida. Ky udhtim nuk ka më zgjat më shumë se 3 orë, 20 minuta, 3 orë e gjysmë, e pastaj kur të mbrimi atje në Xhida do të drejtohemi direkt për të shkuar në hotelin tonë në Mekë, edhe pastaj do t'i kryjmë edhe ata ceremonitë që i ka ky obligim. Gjithë ata që kanë dëshirë një pjesë të kurbanit edhe që është mira me dhanë një pjesë për ata që kanë familje që kanë nevojë, si çdo vit Bereqeti organizon mbledhjen e mishit kurbanit tek marketi i madh Sollarisi përmballë Cungut, që është i njohur për të gjithë, ditën e parë, pra ditën e xumë, ditën e premte, nga ora 8 e mëngjesit e do të jetë deri në ora 8 mbrëmje. E pastaj ditën e dytë ne kemi organizuar për me shpërnda mishin e kurbanit për gjithë familjet që janë në nevojë. Gjithashtu kam një kërkesë dhe një lutje për gjithë ata që dojnë me dhuru mishin e vet për familjet në nevojë, të jenë të kujdesshëm që ta dorëzojnë kesa, ta ndajnë pra ta përgatisin si duhet edhe në mënyrë që mos na nxjerrin neve më shumë obligime dhe punë. Ky mesazh i vërtet i Kurban Bajramit të ndajmë me të tjerët, të kujtojmë ata që kanë më pak dhe të jemi bashkë në përkushtim, në adhurim dhe në ndihmë ndaj njëri tjetrit.